Ka ardhur në jetë vepra më e re monografike e autorit Hasan Pasha me titull Kur koha flet me emra. Ky libër i katërt në radhën e botimeve të tij vjen si një dëshmi e gjallë e pasurisë njerëzore dhe intelektuale të treves së matit të ndër vite. Vepra është një arkiv i mirëfill të vlerash, ku zën vend portretet e 100 personaliteteve që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën shoqërore, kulturore dhe profesionale të matit. Në parathënien e librit, Hasan Pasha shprehet se vepra nuk është thjesht krijimtari artistike, por një shenjë respekti dhe mirënjohjeje për gratë dhe burrat që kanë dhënë kontribute të çmuara në fusha të ndryshme të jetës. Ai thekson se ky libër vjen si vazhdim i monografive të tij të mëparshme, por me një kënd vështrim më të gjerë, duke përfshirë figura që kanë lënë gjurmë të dukshme në shoqëri, larg bindjeve politike dhe afër vlerave të punës e integritetit. Në faqet e këtij libri zën vend mjek, artist, arsimtar, inxhinier, ushtarak, klerik, gazetar dhe shumë profesionistë të tjerë. Secili prej tyre përfaqëson një gur themeli në ndërtimin e historisë së matit. Në faqet e monografisë spikasin emra të mëdhenj si Abdi Mati, ish komandanti legjendar i flotës luftarake detare, dhe studiuesi i shquar Arif Mati, Mathieu Arif. Portretet variojnë nga ikona e kirurgjisë si doktor Xhelal Deshgiu, te poet si Basir Bushkashi, e deri te dëshmortat dheut si komisar Musa Skura, duke ofruar një pasqyrë të gjithanshme të shoqërisë. Monografia ndalet gjatë te figura të tilla si kolonel Suldomi, i njohur si babai i artillerisë shqiptare. Trajton histori prekëse si ajo e Gjin Markut, i dënuar me vdekje nga fashizmi, por që vdiqi në burgjet e komunizmit. Një hapësirë e veçantë i kushtohet plejadës së intelektualeve dhe artistëve matjan, apo dhe figura të shërbimit fetar si Hafiz Musa Safasani, myfti i matit për rreth 4 dekada. Këto portrete dëshmojnë për larimishtmërinë e kontributeve që kanë ndërtuar identitetin e krahinës. Redaktori i veprës, Hamdi Yusuka, vlerëson se një nga meritat kryesore të autorit Hasan Pasha është ruajtja e një distance të qartë nga interpretimet politike dhe ideologjike. Por nga pikpamja metodologjike, libri ndjek një qasje biografike ku individi trajtohet si bartës i vlerave kolektive. Gjuha e përdorur karakterizohet nga qartësia dhe stili i matur institucional, duke e bërë veprën të lexueshme për publikun e gjerë, por njëkohësisht të përshtatshme për përdorim arkivor. Vepra e katërt e Hasan Pashës është tashmë në dorën e lexuesit si një ftesë për të reflektuar mbi rolin e individit në shoqëri.